Vrasja e pronarit grek të kampingu, avokati i 22 vjeçarit arrestuar jep detaje. Në mëngjesin e ditës së djeshme, një 22 vjeçar i dorëzuar njësi shtetërore greke kundër kontrabandës në Greqi së bashku me avokatin e tij për rastin e vrasjes së dy fish në kampingun e Finikundës që ndodhi të dielën me 5 tetor. Të vranë në atë ngjarje mbetet pronari grek i kampingut dhe punëtori i tij shqiptar, të cilët kishin lënë një pjesë të pasurisë. I riu dyshohet që i dha policisë se viktima pronari i kampingut e kishte ngacmuar seksualisht në verën e vitit 2022 kur ai kishte vizituar kampingun dhe kishte takuar viktimat. Avokati i 22 vjeçarit Haralambos Lukidis foli për rastin duke thënë se nuk kishte motiv financiar për sulmin, si dhe qëllimi i dy personave që ndodheshin në motociklet ishte ta friksonin dhe t'i zhvasnin para. Me vrasjen që pasoi, tha ai, Lukidis tha se shoferi i motocikletës nuk kishte asnjë lidhje me viktimën, ndryshe nga klienti i tij, i cili kishte një marrëdhënie personale të dhimbshme, tha avokati. Në fakt, Haralambos Lukidis tha se klienti i tij, 22 vjeçar, ishte ai që kishte kryer dy sulmet kërcënuese kundër 68 vjeçarit pak para vrasjes, të cilat ai pranoi autoriteteve, informon Prototema. Kur u pyet nëse klienti i tij ishte vetëm i motivuar nga vrasja, Lukidis tha se nuk kishte motiv për të marrë jetë, atë shkuan për ta friksuar, ata shkuan për ta shantazhuar, për t'i zhvatur para. Vrasja ishte pasojë e incidentit. Nuk ishte në planin e tyre të shkonin të vrisnin një person. Vrasja ndodhi në mbrëmjen e tetorit në kampingun e Finikunda, ku autori pasi kishte mbuluar fytyrën huni me forcë në recepsionin ku ndodhej pronari 68 vjeçar dhe kujdestari i tij 60 vjeçar me nipin. Personi armatosur qelloi me gjakpësi pronarin duke plagosur vdekje, më pas vrau mikun e tij, i cili u përpoq taratisë. Në vrasjen e dy fish ishte i pranishëm dhe nipi i pronarit, i cili arriti taratisej.